dhunon vot e lirë, i cili shtyp opozitën, i cili në të vërtet është i kaldur nga koka të këmbët dhe nuk pritet gjë tjetër vetëm qëndrimi ynë, betejë jonë, vendosmëria jonë për të arkivuar në histori të regjim që mendon se do mbahet të këmbë me skapin e partisë, që mendon se do mbahet të këmbë me dhunë, terror, me blerje, shitje, me pazare, po idealet janë ideale, janë më të fuqishme, janë forcë nukleare e njeriu, janë forca nukleare e shoqërisë, janë forca të cilës asgjë si reziston. Ndaj dhe juftoj në këtë mision të vazhdojmë betejën tonë si misionar. Ja ku jemi. Gjysmë e kaq sa jemi këtu për 46 javë rresht, Erion Velin, Lali Vjellsin, e nisëm atje ku ka vendin. Po, a ishte tek bashkia. Këte që kemi këtu, Lubin me Ramadurën, me Ramën, do i nisim të Erion Velia. Dhe ja të themi, merë, jo kaq se e ka bushat e po të shkoni atë në anë tjetër, atë janë një 500 policë. Në anën tjetër 500 të tjerë. Media thanë 2000 policë. Kjo është fundi i regjimit, miqtë e mi. Edhe në diktaturën komuniste kështu bëri. Na rrethonin me policë, me gardë, me ushtarë, por në fund ja mathen si mitë dhe si mitë do ikin dhe këta. S'kan shpresë, le të vazhdojmë ne këtë betejë të vendosur. Ne vim këtu pasi keni faktur botës se ky është një narkodiktator. Paski i keni faktur botës se ky dhe vllau i tij janë të lidhur si mishi me thojt me drogën dhe krimin. Ne vim këtu pasi keni faktur botës se Edi Rama dhe ministrat e tij janë hajdutët më të mëdhenj të Europës dhe të shqiptarëve në tëra kohra. Ne vim këtu pra dhe do vim gjerë në largimin e tyre, gjerë në rikthimin e votës së lirë të qytetarëve shqiptarë. Nuk ka mision me të shenjtë. Nuk ka mision me të shenjtë. Nuk ka forcë në botë që do të ndalojnë ne pa përmbushur me ditet këtë mision. Edhe njëherë, nderimin më të madh për ju, burra dhe gra, që keni 4 vite, të angazhuar në çdo betejë, të angazhuar në beteja ndër më të vështira, por që i fiturët, triumfuat mbi çdo të keqe, mbi çdo forcë, mbi çdo armik të pluralizmit politik në Shqipëri dhe qëndroni sot si dëshmitar, si misionar të vendosur për të rikthyer në Shqipëri votën e lirë. Vlerat, familje, mos harroni se parlamenti votoi me shpejtësi trufeshme narkoparlamenti. Ligjin George Soros, ligjin e shkatrimit të familjes,
ligjin me të cilin ekstremistë të majtë të Shtetet Bashkuara në ndikimin direkt të George Sorosit ndërmore fushatën në të paimagjinueshme të ndryshimit të gjinisë. Ligjin me të cilin u vendos censura me rreth, ligjin me të cilin presidenti Donald Trump formuluan ndaj tij 35 akuza e gjobitën qindra milion euro. Atë ligj votoi parlamenti. Atë ligj shqiptarët s'do ta pranojnë kurrë, sepse ai ligj është përbërja familjes. Po shpërbën familja, Shqipëria shpërbëhet, kombi shpërbëhet, zhduket, siç janë zhdukur kombet histori. Ndaj dhe ne sot këtu jemi të betur se atë ligj s'do e pranojmë kurrë, se familja shqiptare do mbetet institucioni më i shenjtë i çdo shqiptari. Familja shqiptare do mbetet institucioni më i shenjtë i kombit shqiptar dhe i Shqipërisë. Kjo familje, këtë komb e ka sjellë gjenditën e sotme